Realisht më ndërlidh në ditën kur ndodhshin këto masakrat në pjesën e Llapit, njëjtën ditë ishin edhe në Gajre, më duket quhet, një fshat te Kaçaniku, edhe është ajo pjesa kur ne si mjekë, infermier, ekip mjekësor, i shehti popullatën tonë të zhdryp malit edhe s'ki çka bën. Tash çka është vetëm mundësi ishte nëse dikush është i lëndun me mujt me ofru ndihmë shëndetësore, për ndryshe këtë ajo pjesë është zhvendos pastaj për Stankovec, se ne e përmendëm këtë pjesën e dhimbshme, po edhe krenare, se në momentin e kur pitojmë me emocione, janë pjesë të krenarisë. Jo të ligsisë, po i kem këto për shkak se janë momente të rënda, një pjesë shumë e madhe e popullatës kur është shprazë edhe Prishtina, ku tani kanë shku edhe prindtë e mi dhe gjithë prindtë tjerë Prishtinës, pjesa dërmuese, kur e dhonë me minuta kohë për me lëshu banesat, se unë jam lindë e rrit në qendër Prishtinës në rrugën e policisë. Ti më nëshme marë parasysh kur një kini vlla ushtar, e vetë shkon e kontribon, e kthej e shplen aty, ti nuk e rrezikon veç vetën, po dhe familjen komplet që e ke pas aty. Edhe ajo familja ime pastaj shkojnë në Stankovec, me trenin e Pamkeq, që është që shumë edhe i kanë ekzekutu në tren e kështu me radhë, po është ajo karakteristika se para se me shkue IMC-ja, neve na luti, ta që merë në autokerët, se ka pas makina, merë vetëm grunës e burin, po pa fëmi me mujtë me shku jashtë. Ku shkon, cili shkon veç me burë ose gru e me i lon familjen. Sigurisht se është shumë e rëndë. Edhe ti i len shpe, po në fakt, neve na përzun, me një mars, unë e kom qenë, me një prill në fakt, kom qenë në Stankovec, ju kom bashkan gjithë ekipin bashkëmezojnë petë edhe aty kem taku edhe mjekët edhe infermiere tjera, edhe kem punu praktikisht deri me 13 qershor kur jena rikthy. Edhe ajo pjesë, unë besoj që e përshkujti pak Zoja Fetë, po një holokaust balkanik ka qenë aty. Një keq përdorim, kështë trajtim nga ona e qeverisë Macedonase për popullatën tonë aty, se unë e di që nuk kalon me lëviz njerëz, nuk kalon gjoja se janë UFO Kosovarë, nuk janë nga planeti tjetër. Ka qenë një trajtim jo njerëzor nga ona e shtetit Macedon. Edhe në momenti kur kanë thonë për shembull se kanë zbritet treni edhe me jetë vinarve të trenit, edhe është ajo frika që ju kanë thonë, po u ktheve në djathë ose në majtë, kena me ekzekutu se i kem snajperistat, që në fakt nuk kanë qenë, po kjo ka qenë e tuta derisa i kanë fut në Stankovec. Edhe në Stankovec realisht ka pas organizata pastaj edhe tjera tuja që i kem taku aty shtete mike të Kosovës që kanë punue deri në momenti kur janë këthy Kosovarët, janë rikthy faktikisht, që dihet edhe ai fenomeni i kthimit masiv të shqiptarëve me shpitë rënune, me çdo gjë të kallun, që nuk besoj. Unë e kom studiu edhe në Sarajev, edhe di që një pjesë e madhe e popullatës në Sarajev nuk janë kthy në Bosnë. Po Kosovarët ndoshta nuk e di, e kanë një mentalitet tjetër dhe nuk besoj që dikush ka shku për qef ose nuk është kthy me qef në Kosovë. Pa marrë parasysh se pjesa dërmuese, ndoshta edhe mbi 80% e popullatës kanë fjetë fillimisht në tenda, në për pleme, në për shtëpia ndihmëse që kanë pas, ose edhe të kafshëve, me qëllim që fillimisht ta ne nisim jetën edhe njerë nga fillimi.